Nuk e di a I keni vënë re ju mësuesit, por unë mendoj se fëmijët sot bëjnë më shumë gabime drejtshkrimore se fëmijët më parë, të para disa viteve. Kam vrarë mendjen përse ndodh kjo. Mendoj që një nga arsyet është se fëmijët sot lexojnë më pak dhe duke parë më pak fjalën të shkruar mund të gabojnë më shumë, sepse ana pamore pra e shkrimit të fjalëve është shumë e rëndësishme nëse ai e sheh fjalën të shkruar sakt, shumë herë duke e lexuar gabon më pak. Më ndodh shpesh me të njëjtat fjalë. Për shembull, po marr fjalën së bashku, që në matematikë përdorim shpesh te problemat, më gabojnë shpesh duke shkruar bashk. Njëherë u mërzita dhe e kam bërë me shkronja gjigante në tabelën, mbusha gjithë tabelën, së bashku duke shkruar veç. Mendova që dhe ashtu do ishte një mënyrë. Megjithatë nuk dua të ndalem shumë te shkaqet se përse ndodh kjo gjë. Problemi është që si ti korrigjojmë, si ti rregullojmë këto gjëra. Çfarë kam vënë re? Fëmijët marrin detyrën e korrigjuar dhe shohin vetëm notën. Notën që ka vënë mësuesja dhe e mbyllin. Asnjë gjë tjetër. Më vjen keq për këtë, sepse edhe mundi mësueses lodhja e mësueses duke korrigjuar ato fjalë duke u shkruar sakt kur I kanë bërë gabim, por nuk korrigjojmë dhe gjë. Pra, fëmia kënaqet vetëm me notën që ka marrë dhe gabimet rinë aty flen. Atëherë çfarë kam menduar? Kam rikthyer një metodë që kanë përdorur mësuesit tanë. Korrigjimin e detyrës. Unë të paktën brezi ynë bëni vetëm korrigjim diktimi, me sa më kujtohet, nuk e di ndoshta ka pas dhe mësues apo shkolla që bënin dhe korrigjimet e detyrave të tjera. Korrigjim diktimi dhe korrigjim hartimi. Dhe kam menduar që sa herë fëmijët të marrin fletoren e korrigjuar, kuptohet se fletoret nuk korrigjohen dot për ditë, aq më shumë këta janë në klasë të tretë dhe kanë disa lëndë. Pra, sa herë të marrin fletoret e korrigjuara, kur marrin detyrën e shtëpisë, nuk do fillojnë direkt detyrën, por do ta fillojnë punën nga korrigjimi I detyrës. Edhe fëmijët që kanë marrë vlerësimin shkëlqyer, përsëri do korrigjojnë gabime drejtshkrimore. Nuk bëhet fjalë për zgjidhjen saktë të ushtrimit. Jo, aty nuk jam thelluar kaq shumë. Kam këmbgulur për gabime drejtshkrimore dhe kam filluar këtë vit. Ja, një fëmijë I kam vënë shënimet përkatëse, këtu ka gabimet dhe pasi ka filluar detyrën e shtëpisë, përpara detyrës ka bërë korrigjimin e detyrës këtu. Korrigjim detyre ka shkruar sakt fjalët e shkruara gabim. Edhe te kjo detyrë, edhe pse ka marrë një vlerësim të lartë, ka pasur 2-3 gabime drejtshkrimore dhe kur ka filluar detyrën në shtëpi, e ka filluar me korrigjim detyre, me fjalët saktë. E njëjta gjë është edhe te një detyrë tjetër. Ja, e njëjta gjë. Pra, këtu ka bërë disa gabime drejtshkrimore dhe korrigjimi fillon te detyra e shtëpisë, korrigjim detyre. Është bërë korrigjimi I detyrës. Kaluar madje u kam thënë pa shkruar fare datën, pastaj të fillojnë të shkruajnë datën dhe të bëjnë detyrën e shtëpisë. Do të thoni ju ka dhënë rezultat kjo gjë. Unë mendoj se më ka dhënë rezultat, jo plotësisht, por e shikoj që ka lëvizur diçka. Përveç faktit që ata e shkruajnë fjalën sakt tani, pra e kanë shkruar gabim, e kopjojnë sakt te korrigjimi dhe duke shkruar disa herë, të njëjtën gjë do ta fiksojnë që bëhet sakt. Por një gjë tjetër që kam vënë re është që po përpiqen të shkruajnë më sakt, të gabojnë më pak, sepse përtojnë të bëjnë korrigjimin. Edhe kjo ka një të mirë të vet, të mirën e saj. Megjithatë, po përpiqem edhe me diçka tjetër. Me brezat e kaluar e kam dhënë që në klasë të dytë kam përshtypjen ose nga fillimi I klasës tretë, në një flet A4, në të dy anët e fletës, kam shkruar fjalët që zakonisht përdoren të shkruara gabim. Dhe ua kam shkruar sakt dhe gabim, sakt, gabim. E vendosin në fund të librit dhe aty shohin nëse kanë në shkrimin e përditshëm fjalë të cilat I kanë aty, ndeshin aty dhe I hapin I shikojnë dalë si shkruhet kjo, bëhet fjalë për një numër të vogël fjalësh, por që zën vend tek përdorimi I përditshëm ose tek përdorimi I detyrave, I pyetjeve, I problemave në matematikë. Po a përgatis fëmijëve këto ditë t'ua jap, sepse kam bërë nga brezi I kaluar, kam bërë zvendësimin e disa fjalëve, se kam vënë re tani që gabojnë te disa fjalë të tjera dhe më duhet I zvendësoj ato. Mendoj që dhe ajo do bëj efektin e vet. Nuk e di nëse ju do të kishit në një mënyrë tjetër, edhe mund të na e thoshit për të na ndihmuar të gjithëve së bashku të ndihmojmë njëri tjetrin për të mirë të fëmijëve.